Konstatoj se në salë jemi 80 deputet, kemi korum që të vazhdojmë me seancën. Vazhdojmë me pikën e tretë, zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Më 11 qershor 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK-Nisma nuk kanë propozuar antar për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për formimin e Komisionit Zgjedhor nuk pati quorum për vendimarrje. Ftoj PDK-n të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj Listën Sërbe të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj AK-n Nisma të propozoj një deputet për antar të komisionit. Nuk ka propozime, andaj lus deputetët që me ngritje dore, numri i deputetëve ka ndryshuar nga 80 të 87. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Për kanë votuar 27 deputet, kundër s'kemi asnjë votim, as abstenim nuk ka quorum për mbajtjen e seancës. Shihemi ndërpritet seanca dhe shihemi 15 qershor në ora 11. Fatkeqësisht edhe sot ishim dëshmitar të vazhdimit të qasjes bllokuese dhe destruktive të opozitës për konstituimin e Kuvendit të Republikës Kosovës. Një qasje e tillë është duke kriju pasoja për vendin tonë dhe se paralizimi i jetës institucionale politike nuk është gjë që i duhet tani Kosovës dhe pavarësisht pritjeve tona të vazhdueshme nuk ka reflektim nga opozita. Ashtu si që kemi theksu, ne kemi diskutu atë që quhet plan, dhe në diskutimet tona lidhur me ato pika që ishin aty, kemi arrit në një përfundim, se ai propozim ka disa vështërsi të patejkalueshme logjike për mi kuptu. E para, si mund të pres zotëri Abdi Gjiku që ne si lëvizje vetëvendosje mund të pajtohemi për një gjë kaq të madhe, për 15 gjëra kaq të mëdha, ndërkohë që nuk po kemi pajtueshmëri edhe për sanin më të vogël që është votimi i një komisioni për votim të mshat. Kjo është një absurditet i llojit vet. Pra, për gjëra më të vogla ne nuk mund të gjejmë pika të përbashkëta, ndërkohë që propozimi është që të bëhemi bashkë rreth 15 gjërave që janë të mëdha. E dyta, nuk e kuptojmë ne
arsyen e propozimit të një lloj qeverie të unitetit. Zakonisht, me njohuritë tona, propozimet e tilla për qeveri të unitetit bëhen në situata të jashtëzakonshme, kur ka ndonjë rrezik të madh për vendin ton e ai rrezik qoftë i jashtëm apo i brendshëm kërkon një veprim të tillë. Prandaj pyetja që shtrohet është kjo: ku peshet LDK-ja rrezikun e tillë në Kosovë? Nëse po e sheh rrezik Serbin, atëherë ne kemi një pyetje. Pse nuk mori pjesë LDK-ja në takimet konsultative që i bëri kryeministri Kurti? Dhe nëse rrezikun po e shohin nga brenda, pra nga vetëvendosja, atëherë pyetja që shtrohet është kjo: pse po e shohin qeverinë e unitetit me një lëvizje vetëvendosje brenda në të? Rrjedhimisht këto pyetje, të cilat nuk kanë përgjigje, nuk po i kuptojmë ne, edhe konsideroj që ai plan nuk është serioz dhe se natyrisht se nuk do ta ketë miratimin tonë. Fjala e duhur në gjuhën shqipe për të përshkruar absurditetin e situatës në të cilën ndodhemi. Kemi pa tash e disa muaj një shpërfaqje të shkallës së lartë të papërgjegjësisë dhe mungesës së ndjeshmërisë në raport me qytetarin që na ka votuar këtu për t'u zgjidhur problemet atyre. Tash e disa muaj ne flasim për brengat e politikanëve, jo për hallet e qytetarëve. Edhe një herë bëjmë thirrje për reflektim. Faleminderit shumë. Jo, s'ka pyetje, falni. Fanë edhe liderët e dy partive më të mëdha opozitare nuk i kemi numrat, atëherë nëse nuk i kanë numrat, unë nuk e di se cila do të jetë ajo zgjidhje, po gjithmonë duhet me vlerësu tendencën për me zhblloku situatën çfarë kemi. Edhe mendoj që është iniciativë e mirë. Unë më shumë kisha thonë që me reflektu edhe partia e parë edhe me dhoni drejtim sa më shpejt kësaj situate. A mund të bëhet qeveri uniteti pa vetëvendosjen? Po nuk e di tani se si do të jetë ajo matematika e numrave prapë, domethënë nëse ne nuk i kemi numrat, si do të duket ajo qeveri pa vetëvendosjen, kur e dim që ka dalë partia e parë në zgjedhjet e fundit. Prandaj unë nuk e shoh si ofertë pa vetëvendosje, më shumë e kam pasur e përgjithshme për një afat kalimtar deri në pranverën e ardhshme. Por prapë mbetet që leadershipi le të vendos, ne jemi këtu për mi dho për krajë. Në rast se do të bëjë, ato duken që janë 15 pika që kërkojnë më shumë kohë se sa periudha që e ka kjo qeverinë se të bëhet. Po nuk janë as Bibel, as Koran, ato mund ndryshohen, megjithatë është një ide fillestare që duhet më trajtu, po të shohim tash. Mund të ketë lëvizje, po prapë unë e pasha deklaratën e ish-kryetarit Kuvendit që thanë 2 javë të ardhshme mund të ketë ndryshime. Më shumë jemi primi i besu ish-kryetarit Kuvendit, që ndoshta do ta bëjmë një ofertë e cila jap zgjidhje. Faleminderit shumë. Drejtoj unë ish-kryetarit. Ato që kemi po në media, nuk kemi pas një dërgim kështu zyrtar, dhe po pres natyrisht me na prezentu kryetari i Demokratisë të Kosovës zyrtarisht atë plan. Edhe idenë deri në fund. Mbërën Blau Konjuk tha me një siguri, tha që i ka dhe 3 vota 3 deputet nga nisma. Jo, si ka askush përveç marrëveshje politike. Me marrëveshje politike. Po marrëveshje në ato që kemi folur tashmë, besoj keni qartë dhe kemi bërë një orë edhe në për intervista. Përmes marrëveshjes politike ndërtohen edhe numrat edhe shumica parlamentare. Pa marrëveshje politike, natyrisht që nuk mund të ketë ndonjë zgjidhje, dhe prandaj besoj që do të ketë shpejt marrëveshje politike. Pikat e LDK-s që ju duken juve, a janë të arritshme? A mund me u bë një qeveri unitet ajo? Shoqërën këtu në këtë vend, Kosova është i hub shumë. Se disa janë të vetëdijshëm, nuk është çështje kjo e taktizimit që ka po shohim ne. Me miliona Kosova çdo ditë i humb në aspektin ekonomik. Përveç probleme tjera politike, ekonomike, pozicioni ju ndërkombëtar që janë duke humbur. Ne jemi sot margjina të krejt zhvillimeve rajonale për te rajonale Bruxelles. Po çka është më e rëndësishme, Kosova çdo ditë më shumë po futet në një krizë. Ekonomia e Kosovës është në një gjendje stagnimi dhe kjo nuk kupton ne jemi duke humbur miliona. Edhe ju dini pak a shumë kur klima është e pasigurt, kur ekonomia ka pasiguri, gjithmonë ka të lashe ekonomike, dhe për mund kjo me fatkesia që pak kush po e ngritë si çështje. Ne jemi Kosova të marrë domet maja ekonomike në këto muaj, me mungesë të institucioneve.
Nuk është thjesht veç koha, nuk është thjesht veç ndërtimi politik institucione, shumë me rëndësi me pa përtej saj. Kur ju nuk keni institucione legjitime, me fuqi plot, me kapacitete plota me punuar, shumë projekte nuk nisin, ato që janë ngadalësohen ose ndalen të gjitha. Biznisi që është interesuar me fundin investime të reja ka pasiguri dhe ndalet ose ik prej Kosovë. Gjitha këto janë kosto. Prandaj edhe për këtë arsye është momenti i fundit që klasa politike tulet ta bëjnë marrëveshje politike për ta nxjerrë vendin nga kriza edhe për ta ristartuar politikisht e ekonomisht Kosovën. Keni pas më kontakt me zotin Kurti? Jo, nuk kam pas kohëve të fundit. Faleminderit.